Fjala El Gjuma ka kuptimin e bashkimit. Dietarët përmendin mendime të ndryshme rreth arsyes së emërtimit të saj me këtë emër, por më i saktë prej tyre është se në këtë ditë ndodhi bashkimi i copëzave të baltës, prej së cilës u krijua Ademi, paqja dhe lavdërimet e Zotit qofshin mbi të. Pra, në këtë ditë ndodhi bashkimi i tyre dhe u formua trupi i Ademit, paqja dhe lavdërimet e Zotit qofshin mbi të. Argumenti për këtë është hadithi që përcjell Selman el Faresiu, Zoti e mëshiroft, se profeti, paqja dhe lavdërimet e Zotit qofshin mbi të, 3 herë pyeti duke i thënë: O Selman, çfarë është dita e Xuma? Selmani, paqja dhe lavdërimet e Zotit qofshin mbi të, ju përgjigj për çdo herë pyetjes së tij: Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Profeti, paqja dhe lavdërimet e Zotit qofshin mbi të, i tha: Në këtë ditë u bashkua krijimi i babait tënd, Ademit. والنصر مركبنا